Shembi bazi, Allah e mshiroft, është pyet, ka thonë si është vendimi për atë musliman i cili do thot ka qenë neglizhent, edhe do thot nuk i ka kushtuar rëndësi kryerjes së farzit të agjerimit. Pra nuk e ka agjeru muajin e Ramazanit pa kurfar arsye të lidhshme, pa kurfar arsye sheriatike. Edhe kështu ka vazhdu thot për disa vite me radhë. Mirë po thot ai i ka kryer disa për ibadete dhe obligime tjera të Allah subhanahu taala, disa për farzeve tjera. Thot ky person e ka obligim i bë kaza këta muaj të Ramazanit që nuk i ka agjeru, apo duhet vetëm i shpagu, pra me ushqy nga 10 varfër për çdo ditë që e ka lënë pa agjeru. Edhe thot si i bën kaza ky person gjithë ata muaj të cilët i ka lënë pa agjeru gjatë kohës, do thot kur ka qenë ignorant apo kur nuk e ka ditë, do thot kur nuk e ka kryer këtë obligim të Allahut subhanahu taala. Ata thot shehu shpërgjish ka thonë ai i cili është mukallaf, pra i cili mukallaf është ai person i cili ngarkohet me obligimet të Allahut subhanahu taala, edhe do thot gjithashtu ngarkohet me ndalesat harame të Allahut subhanahu taala, pra mi braktis ato, po nëse pavarësisht është i burrave apo i grave, ai i cili e lën agjerimin e Ramazanit, edhe është mukallaf, thot ai i ka bë mëkat Allahu subhanahu taala dhe të dërguar e tina, edhe ka vepruar jo për gjunaheve të mëdha. Ky person e ka obligim mu pendu sinqerisht te Allah subhanahu taala. Edhe e ka obligim i bë kaza gjithë ata muaj cilët i kalon pa agjeru. Edhe gjithashtu thot përveç që e ka obligim me agjeru gjithë ata muaj cilët i kalon pa agjeru, pra pi dëmbelis ose ka qenë do thot neglizhent e kështu me radhë, thot përveç kësajna ai e ka obligim që po çdo ditë që e kalon pa agjeru me ushqy nga 10 varfër. Nëse ka mundësi me ushqy nga 10 varfër. A nëse thot është i varfër vet, edhe nuk ka mundësi me ushqy nga 10 varfër, atëherë aty i mjafton vetëm kazaja. Pra i mjafton vetëm me agjeru, edhe me bë kaza ato muaj që i kalon pa agjeru. Pra arsye se thot agjerimi i Ramazanit është për obligime më madhështore. Allah subhanahu taala ka obligim, e ka bë obligim për gjithë musliman, cilët pra i përmbushin ato 6 atribute që i përmendëm më herët. Edhe pejgamberi sa ka treguar që agjerimi është një prej shtyllave, një prej 5 shtyllave të Islamit. Përveç kësaj na thot, ky person i cili e kalon pa agjeru Ramazan, nëse çështja e tij ngritet dhe shkon te gjykatësi, pra ku gjykohet me ligj islam, në shtet që gjykohet me ligj islam, çështja e tij ngrihet dhe shkon te gjykatësi, atëherë thot ai gjykatësi do të më ndëshku këtë person pse e kalon pa agjeru Ramazanin. Pa do të më disiplinu, edhe me caktu një mas ndëshkuese aq sa është të arsyeshme imami pra udhëhesi i shtetit apo gjykatësi cilën e ka caktuar udhëhesi i shtetit. Kjo thotë është nëse personi nuk e mohon obligueshmërinë e agjerimit të Ramazanit. Mirë, po nëse e mohon obligueshmërinë e agjerimit të Ramazanit, atëherë thotë për këtë person themi që ai është jo besimtar, edhe ka përgjigjësuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Në ato vende ku gjykohet me ligje islame, pra me shariat islam, që është për shembull Arabia Saudite kështu më radh, atëherë për këtij personi thotë i lihet mundësia mu pendu prej udhëheqësit të shtetit apo prej gjykatësit zëvendësit tina e kështu më radh. Nëse thotë pendohet, atëherë alhamdulillah, nëse nuk pendohet, thotë atëherë ky person duhet të vritet. Sepse pejgamberi sa ka thonë men badala dinahu faqtulu, ai që ndron fenë e tina, atëherë ju vret në ato. Këtë hadith e transmeton Buhariu në Sahihin e tij. Pastaj vazhdon thotë nëse e lën agjerimin për shkak të smundjes apo për shkak të udhëtimit, atëherë çështë sqaruam edhe më herët, thotë kë nuk ka kurfar obligime, pra nuk ka kurfar ngushtie te Allah subhanahu taala, mirë po ka obligim mi bë kaza ato ditë që i kalon pa agjeru gjatë udhëtimit apo gjatë smundjes tina.